Përshëndetje të dashur miq, jemi në Gatuaj në Dritare dhe në fakt sot nuk do bëjmë një recetë, por do bëjmë një bisedë fantastike me një të ftuar shumë special, duke folur pikërisht për verat që ju i pëlqen dhe i doni shumë. Jam me Fationin. Fation, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Fationi është përfaqësuesi ose brand ambassador i Alejandro Group. Dhe për të marrë ndoshta më shumë informacione, si është të jesh brand ambassador i Alejandro Group? Kënaqësi shumë e madhe, prestigj shumë i madh, të përfaqësosh brandin më të mirë, më të madh dhe më serioz të distribucionit të verave dhe jo vetëm në Shqipëri. Patjetër që është krenari, ndjenjë mirë, kënaqësi, ndjem shumë mirë dhe i vlerësuar të drejtën. Absolutisht, në fakt dhe emri është shumë i bukur, mua personalisht më pëlqen shumë. Alejandro Group ka një lloj peshe kur e dëgjon. Të çon në Spanjë diku, të çon në këto vende egzotike. Në fakt jo, është një kompani që bën distribucionin e shumë verave nga Italia, nga Franca, nga Kili, nga Greqia, nga pothuajse nga gjithë bota, kur janë vendet që prodhojnë verë të mirë, dhe jo vetëm verë. Pasi ne, siç e shikojmë sot, kemi dhe çokolata shumë të mira të fabrikave apo të prodhuesve artizanal dhe jo vetëm edhe të mëdhenj, po shumë të njohur dhe shumë të mirë të çokolatave. Gjithashtu pije alkolike, konjak, armagnac, mjaft mirë të zonave përkatëse në Francë. Uzo dhe jo vetëm, domethënë të gjithë gamën, një portofolio shumë i zgjeruar dhe shumë i mirë i të gjithë gamës së restoranteve, por dhe horekës edhe marketeve dhe çdo gjë tjetër. Shumë interesante në fakt, dhe kur dëgjojmë emrin Alejandro që kanë, pra janë në emrin Alejandro, padyshim që do kemi cilësi dhe do kemi edhe çdo gjë është kaq klasike dhe kaq e bukur. Sa vite ka kur ka nisur le të themi gjithë Alejandro Group si? Alejandro e ka filluar në vitin 2001. Pra jemi gati në 21 vjet. Pra 2 dekada. Punë, eksperiencë. Në 2 dekada Alejandro nuk është njaftuar kurrë se qeni më i miri apo më e mira si kompani, por jemi gjithmonë në kërkim të më të mirës, jemi gjithmonë në kërkim të etiketave mjaft mira dhe mjaft njohura dhe të dashura për publikun shqiptar dhe jo vetëm. Absolutisht, nëse do të pyesja në fakt se çfarë ka të veçantë Alejandro Group, mendoj që ti tashmë listove shumë për cilësive, por ndoshta diçka që do e ndaje me ne, sepse përveç cilësisë edhe stili shumë interesant dhe shumë klasik. Ne kemi disa moto që përdorim, pra që është profesionalizmi, është finesa në përzgjedhjen e produktit, në prurjen e tij dhe deri në përcjelljen te klienti i fundit. Ne kemi një sistem mjaft të mirë distribucioni dhe jo vetëm. Ne jemi shumë afër klientit ton. E ndihmojmë në njohjen e produktit dhe në shitjen e tij patjetër. Kemi një identitet tonin edhe në trajnimet e stafeve të klientëve tanë. Pra është një kompani që është win-win në të gjitha situatat. Ne mundohemi që jo vetëm të shesim verë, po të përcjellim profesionalizëm, të përcjellim edukatën e të pirit të verës dhe jo vetëm. Kështu që është një kompani që investon shumë edhe mbi imazhin e saj, edhe mbi çdo gjë që ne përfaqësojmë. Absolutisht, në fakt është e dukshme, mjafto të shikoni çdo gjë me sa detaj dhe sa e bukur është e vendosur dhe sot siç na ndihmoi dhe Fationi për të bërë këto ilustrima. Në fakt, shpeshherë Fation, ajo çfarë na mundon më shumë është si ta dallojmë një verë të mirë. Shpeshherë gjendemi në situata që degustojmë vera të ndryshme, po ndoshta nuk kemi atë kulturën e caktuar, e duhur për të dalluar një verë të mirë. Cilat janë disa kualitete për shembull që ne mund t'i shohim deri tek paketimi, tek shishja, tek çdo gjë? Për ne është shumë e rëndësishme patjetër edhe paketimi dhe shishja, por shumë e rëndësishme është historia e kantinave që ne përzgjedhim, është shumë e rëndësishme vera që ato prodhojnë, kështu që ne jemi shumë detajist, që nga zonja Riola që është CEO e kompanisë dhe founderi, shumë detajist në përzgjedhjen, shumë të fiksuar në thonjza të përzgjedhim më të mirën për klientët tanë. Dhe duke pas një lëndë të parë të mirë, pra një përzgjedhje të mirë nga jashtë, patjetër që bëhet shumë e thjeshtë pastaj edhe ajo shtrirja në klientelën tonë. Siç ta thash edhe më parë, edhe pjesa e trajnimeve që ne bëjmë tek stafet na ndihmon që të përçohet mjaft mirë mesazhi jon tek klienti që është i fundit konsumatori. Kështu që besoj ne bëjmë një punë mjaft mirë për ta ndihmuar konsumatorin se çfarë të pi një verë të mirë apo jo.
Pra gjithmonë nëse bëhet një distribucion i verave dhe gjithë produkteve Alejandro, ju bashkë me këtë sillni dhe trajnimin për të marrë informacionet e duhura për ta sjellë siç duhet. Në përgjithësi po. Në përgjithësi po, pothuajse në shumicën e klientëve që ne kemi, i vizitojmë shpesh, i takojmë shpesh, i bëjmë dhe këto trajnimet që janë për mënyrën se si ta servirim verën dhe mënyrën se si ta pijmë verën, kështu që jemi shumë afër klientit patjetër. Ato pikpyetje në fakt që unë po i diskutoj me Fationin pak më parë sepse shpesh herë ndoshta edhe mungon një vend ku ne mund të marrim kulturën dhe atë të duhurën. Gjithsesi, Fation, sa kantina janë kryesisht në Alejandro Group dhe si bëhet përzgjedhja e tyre? Kantina jemi diku tek 60, pak më shumë, pak më pak, sepse këto kohët e fundit po bëjmë një përzgjedhje dhe po mundohemi që të marrim edhe disa kantina mjaft mira, të vogla, prodhues vegjël, por që kanë një produkt mjaft cilësor. Janë diku te 800 etiketa në përgjithësi, pra që është një numër mjaft i madh etiketash. Përzgjedhja bëhet, siç ta thash, në bazë të disa kritereve që ato përmbushin, që nga imazhi, që nga prodhimi, që nga ajo fama që kanë për produktin përgjithsisht dhe jo si komercializëm apo si marketing që ato përdoren e tjerë, por përgjithsisht siç ja u thash, është zonja që bën një punë mjaft mirë në afrimin e kantinave që na lehtëson dhe ne punën pastaj tek konsumatori final. Në fakt një pyetje që më lindi kështu natyrshëm për sa i përket verave që juve ju mund t'i ofrojnë për të përzgjedhur. Ju e merrni produktin siç është apo bëni edhe ndryshime të ndryshme të cilët i japin dhe logon ose emrin e Alejandro Group apo thjesht? Patjetër që produkti vjen siç vjen nga fabrika, por ne kemi një gjë mjaft mirë pasi marrim ekskluzivitetin e këtyre kantinave. Dhe duke marrë ekskluzivitetin e kantinave, përgjithsisht pothuajse të gjitha shishet e kanë të shkruar pjesën që janë pjesë e Alejandro Group. Do përmendja se sot nuk e kemi këtu, por një nga brendet që ne përfaqësojmë dhe është mjaft i njohur në gjithë botën, Louis Roederer, që prodhon shampanjën Kristal, që është cilësuar shpeshherë si shtëpia e shampanjës më e mirë në botë. Ne kemi ekskluzivitet për gjithë Ballkanin, jo vetëm për Shqipërinë. Edhe është një nder dhe prestigj për ne që në shishën e Louis Roederer nga mbrapa te etiketa ekskluzivisht për Alejandro Group në Shqipëri, që është prestigj dhe kënaqësi. Sot, ndërkohë kam sjell dy vera që doja u sugjeroja publikut tuaj për Krishtlindjet. Dhe në fakt sa sugjerimi i mirë sepse duke qenë se janë Krishtlindjet, ndoshta edhe si dhuratë në shenjë mund t'i bëni një nga verat shumë interesante të... Është një prosecco e Villasandit, një prosecco rosé, mjaft e veçantë, ka dalë vitin e kaluar. Është një nga kantinat ndër më të vjetrat që ne kemi, është e 1622-shit, është shumë e vjetër. Edhe është një nga kantinat që ne duam shumë, them drejtën. Prosecco rosé e kanë nxjerrë vjetë si produkt dhe është me rrushin tradicional glera që zakonisht Prosecco të bëhen, por kjo është e krijuar një kru, një blend bashkë me Pinot Noir, kështu që ka dalë një produkt mjaft i mirë që unë besoj do ta hap që ta degustoj sot. Dhe në fakt jemi shumë të lumtur që do e shijojmë pak një nga Prosecco te Alejandro Group në fakt sepse absolutisht një Prosecco rosé, po sepse unë po i thënë në fakt Fationit që është e preferuar ime dhe pa e ditur ai i ka sjell dhe fati im që ti provoj. Ndërkohë kemi edhe një Aglianico, pra që të plotësojmë atë gamën e verave që mund t'i përdorim darkën e Krishtlindjeve. Është një Aglianico që është një verë e Avelinos, është mjaft potente si verë dhe është mjaft e mirë për mishrat e fortë që do i përdorim zakonisht. Pikërisht, fiks. Se gjithmonë verat e kuqe konsumohen zakonisht me mish dhe duhet të kemi edhe atë verën e duhur për ta shoqëruar. Këshilla jonë kjo për këtë rast është që të fillojmë darkën me aperitivin me një Prosecco rosé të Villasandit, shoqëruar ndoshta me një çokoladë të Vanucci. Vanucci është një tjetër prodhues që ne kemi, dhe është nga Perugia patjetër, aty ku prodhohen çokoladët ndër më të mira në Itali. Është një prodhues jo shumë i madh, por që ka çokoladë artizanale fantastike. Besoj po ta vizitoni showroomin ton, që besoj do e keni mundësinë dhe fatin të vini, dhe ju ftoj zyrtarisht. Do kuptoni se sa mrekulli prodhon Vanucci. Në fakt.
Edhe këto paketime kaq të bukura, shumë fine. Edhe për dhurata dhe jam e bindur që do ke një shije. Kjo është në fakt tek ne, te dyqanet e showroomit që kemi, është sezoni i paketimeve dhe zakonisht në këtë periudhë jemi shumë zënë dhe me shumë rëmuja. Te showroomit kemi çdo gjë, verat, konjakët dhe çdo gjë tjetër. Pra, siç po të thoja, Manucci ta shoqëron paketimin gjithmonë edhe me e di domethënë. Është wow. Gjitha llojet e çokoladave. Sot kemi diçka me portokall. Po ta provojmë apo? Po, sigurisht. Se me Prosecco shkon shumë. Okej, pjesa që shijoj më shumë në fakt shpeshherë në rubrikën është që arrit të provoj gjëra të ndryshme dhe është shumë kënaqësi. Okej, thank you. Mirë, gëzuar. Orange. Mirë si u gjeta. Mirë se na erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit juve. Oh my god. Qa të them, fantastike. Tani, për sa i përket viteve, se jam shumë kurioze, se ne gjithmonë shohim, okej, kur është verë e vjetër, më thet tash, kjo për shembull është 2017-s. Njerëzit e zakonshëm që thosha s'kan shumë informacion, po duan vera të mira. Çfarë viti kryesisht është mirë është e vërtet sa më e vjetër aq? Jo në të gjitha rastet, janë varietete rrushi apo kultivar që quhen specifik, të cilët vjetrohen, ka disa tjerë që nuk vjetrohen ose vjetrohen pak. Kjo për shembull është e 2017-s dhe tani është në një vit mjaft mirë për të konsumuar si një verë e përditshme. Edhe për rast feste patjetër. Është një verë që ka kaluar një 6 muaj në barrik, kështu që me një gjysmë ore para e hapur vjen në kushtet optimale të konsumit. Ndërsa verat e vjetra pastaj janë disa varietete përgjithsisht të preferueshme janë të veriut italisë, të Toskanës, të Piemontes e tjerë. Pra, nëse dëgjojmë një Barolo, e dim që vjetrohet, e dim që është e mirë. Nëse dëgjojmë një Chianti apo një Brunello, patjetër që sa më e vjetër është aq më e mirë është. Por shumë e rëndësishme në fakt është dhe pjesa e rosçës, sepse shpesh herë ne nuk e blejmë atë, evitojmë atë pjesën e hedhjes në atë të qelçit, por shumë e rëndësishme sepse ndihmon dhe verën të marrë ajër dhe të jetë sa më mirë në kushtet e duhura, shpesh herë është më mirë. Procesi i dekantimit është mjaft i rëndësishëm në verat e vjetra. Pra e sjell në momentin që vera hapet, bie në kontakt me oksigjenin, ajo çliron të gjithë ato aromat dhe jo vetëm që ka. Do të dimë edhe se si ti konsumojmë të gjitha këto vera kaq të mira. Janë të mira dhe domethënë gama e shportave tona nuk është kjo e rëndomta e marketeve etj. Kur ideja është të bëjmë një sport mirë për dikë, ne kemi mundësitë absolute që t'ja bëjmë më të mirë në mundshme. Okej, Fationa, ajo pyetja që në fakt na mundur të gjithëve është tani që po vinë festat, cila verë shkon më shumë me çfarë? Domethënë me çfarë ta shoqërojmë? Pak a shumë. Unë doja të sugjeroja dhe të këshilloja të paktën për këto dy etiketa që ne kemi sot këtu që kemi përzgjedhur. Siç e thash, Proseccon rosé do preferoja të shoqërohet në ato aperitivet e masditës pak para darkës, ose ne si shqiptarë kemi traditë që bëjmë vizita dhe na i kthejmë vizitat, ose paktën ka qenë po sfumohet kohë e fundit, por që për të kursyer ato tradicionalet, shumë pije, shumë gjëra, ndoshta edhe të pakontrolluara dhe jo të mira. Me një Prosecco të Villasanit, me një Prosecco rosé, besoj që e kemi kryer detyrën mjaftueshëm dhe mjaft mirë me të ftuarit tanë. Edhe tani unë që e provova ju a sugjeroj, fantastike. Një sorriso orange të Manucci. Absolutisht. Siç e përmendë edhe më parë, në fakt që shqiptarët konsumojnë edhe shumë mish gjatë festave të vitit dhe jo vetëm, ndoshta një verë e kuqe. Një verë e kuqe, mjaft afër me territorin shqiptar, pra është e zonës Kampanjës, e Avelinos në jug të Italisë. Është një Agliani con 100%, një verë mjaft potente, mjaft e strukturuar dhe që me mishin shkon mjaftueshëm mirë. Ne përgjithsisht konsumojmë mish me shqiptarët, kështu që kjo është një verë mendoj unë që përshtatet mjaft mirë për atë dark. Edhe është në fashë çmimi të dyja, janë një fashë çmimi mjaft komode për të gjithë familjarët, familjet shqiptare. Pra nuk është një verë shumë e shtrenjtë, është një verë e përballueshme për të gjitha fashat, sidomos për. Dhe në fakt, nëse nuk e keni gjetur akoma se çfarë dhurate të bëni për Christmas ose për fundvit, mund të jetë një ide geniale, të shkoni në showroomin dhe të zgjidhni një verë ose një sport ose çfarëdo gjë interesante, sepse cilësia do jetë maksimale dhe do e shijoni teksa prisni vitin tjetër.
Ky është një muaj që në fakt ne kemi shumë, po shumë të zënë me pjesën e shportave. Klientela e Tiranës dhe jo vetëm preferon shumë që dhuratat i bëj tek ne. Ne po bisedonim pak edhe bashk. Me buxhete nga më të ndryshmet mund të bësh dhuratat më fantastike të mundshme me produktet më cilësore të mundshme që mund të jenë në treg. Ky është një lajm i mirë dhe besoj që i hoqëm një kuriozitet ose një problem gjithë atyre që nuk e kishin zgjedhur çështjen e dhuratës. Fatjon, shumë faleminderit që ishe me ne, që na demonstrove se çfarë është e mirë, çfarë duhet konsumojmë gjëra të mira dhe na dhe ndonjë ide interesante për dhuratat e fund vitit. Faleminderit juve shumë për ftesën dhe për hapësirën. Të pim sa më shumë verë dhe sa më shumë verë të mirë për këtë fund vit. Një vit i mbar për gjithë juve, për gjithë shqiptarët. Gëzuar Fatjon, gëzuar dhe gjithë shqiptarëve, të cilët mezi presin festat e fundvitit për t'i festuar me sa më shumë dashuri dhe sa më bukur.